Po sikur presioni i poshtëm i gjakut të jetë mbi 100, prisni 5 minuta, pastaj veproni menjëherë. Nëse presioni i ulët i gjakut diastolik është mbi 100, ekziston rreziku i këputjes së aortës dhe goditjes në tru. Kur vlera e presionit diastolik kalon kufirin e sipërm prej 80, konsiderohet si hipertension diastolik. Në mënyrë normale, ai varion nga 60 deri në 80. Kur te kalon vlerën 100, veçanërisht nëse kalon edhe 120, bëhet fjalë për një gjendje serioze që kërkon kujdes të menjëhershëm mjekësor. Personat me presion të ngritur diastolik janë më të rrezikuar nga aneurizma e aortës abdominale, një zgjerim i rrezikshëm i saj që mund të çojë në këputje, rupturë, e cila shpesh është fatale. Nëse gjatë matjes së tensionit pajisja tregon se presioni i poshtëm është mbi 100, këshillohet të prisni 5 minuta në qetësi dhe ta matni sërish. Nëse vlera mbetet e njëjtë, kontaktoni menjëherë mjekun për të përcaktuar shkakun dhe për të marrë trajtimin e përshtatshëm.